Në një botë ku ritmi është i shpejtë, puna është gjithnjë nëndenjëse dhe stresi është pjesë e përditshmërisë, një nga shqetësimet më të zakonshme e të padurueshme është dhimbja e shpinës. Mijëra njerëz çdo ditë marrin ilaçe për të qetësuar një dhimbje që kthehet si fantazm pas pak orësh. Por a ekziston një mënyrë natyrale, efektive dhe pa efekte anësore për ta trajtuar? Po, dhe historia që po bëhet virale është dëshmi e gjallë. Një grua shqiptare, pas vitesh me dhimbje kronike, vendosi të ndryshojë gjithçka. Ajo tha jo ilaçeve dhe po trupit të saj. Rezultati? Shpëtim i vërtet. Pse ilaçet nuk mjaftojnë? Shumë njerëz pinë pilula çdo ditë vetëm për të përballuar jetën. Por ato nuk zgjidhin rënjen e problemit. Ato vetëm mbinë dhimbjen, por nuk e shërojnë trupin. Më keq akoma, në shumë raste, krijojnë varësi apo dëmtojnë mëlçinë dhe stomakun. Dhimbja e shpinës nuk është vetëm një ndjesi fizike. Ajo lidhet me stresin, mungesën e lëvizjes, ushqimin e dobët, qëndrimet e gabuara dhe tensionin e akumuluar në mendje dhe trup, zgjidhja natyrale që po ndryshon gjithçka. Kjo grua nisi një plan të thjeshtë por të fuqishëm me 4 shtylla kryesore. 1. Lëvizja që shëron, jo që lodh. Ajo nisi çdo mëngjes me 10 minuta ushtrime shtrirjeje për shpinën dhe legenin. Jo aktivitete intensive. Vetëm lëvizje të lehta që i zgjonin muskujt dhe i zhbllokonin tensionin. Ushtrime si pozita e maces dhe e qens për shtyllën kurrizore, shtrirje me gjunjët në kraharor, rotacioni i belit duke qëndruar shtrirë, pas një jave, trupi nisi të reagojë. Dhimbja zbutet, gjumi përmirësohet dhe fryma bëhet më e thellë. Sekreti i ngrohtësisë dhe vajrave natyral. Çdo mbrëmje, ajo përdorte vaj menteje për ftoje dhe qetësim, vaj livandoje për relaks, pak pikë xhenxhefili për nxitje qarkullimi, pas masazhit të lehtë, vendoste një kompres të ngrohtë mbi pjesën e dhimbshme për 15 minuta. Ky ritual i thjesht ishte më efektiv se çdo krem farmacie që kishte provuar më parë. Frymëmarrja, armë sekrete kundër stresit. Çdo ditë, ajo praktikonte frymëmarrje të thellë, 4 sekonda frymëmarrje, 4 sekonda mbajtje, 4 sekonda nxjerrje, vetëm për 5 minuta. Dhe trupi i përgjigjej si me magji. Muskujt fillonin të zbuteshin dhe dhimbja lehtësoi, ushqimi që nuk ushqen dhimbjen. Ajo eliminoi sheqerin, bukën e bardhë, ushqimet e skuqura dhe të përpunuara dhe shtoi kurkum, një nga antiinflamatorët më të fuqishëm natyral, xhenxhefil, sallata jeshile dhe brokoli, lëng limoni me ujë të ngrohtë në mëngjes. Brenda pak ditësh, fryrja u ul, energjia u rrit dhe dhimbja filloi të largohej. Pas 21 ditësh, një trup tjetër, një jetë tjetër, ajo ndaloi së qeni viktimë e dhimbjes. Filloi të ecte lirshëm, të fle më thellë dhe të mos ketë më nevojë për ilaçe. Dhe ajo nuk ishte ndonjë e veçantë, thjesht dikush që vendosi të besojë te vetja dhe te fuqia natyrale e trupit. Mesazhi për ty që po lexon. Mos lejo që dhimbja të marrë jetën. Mos beso që ilaçet janë e vetmja rrugë. Trupi yt është i ndërtuar për të shëruar veten, nëse i jep mundësinë, nis sot. Me një frymëmarrje të thellë, me një ushtrim të lehtë, me një mendim të qetë. Shpina jote do të falënderojë.